Kriteri i dytë e Kopenhagenit thotë që duhet kemi një ekonomi konkurruese të aftë i bëj ball presioneve të Bashkimit Evropian. Në Shqipëri në fakt splitet për këtë, kush do të kosto për fermerët, kush do të kosto për biznesin e vogël. Ne kemi 39% biznesit vogël jashtë sektorit bujqësor, që është një me larta në Europë sot. Si do mbijetojnë këta në kushte të tjera? Dhe dyta e ndërlidhur me këtë, integrimi nuk është thjesht legjislacion, i përket dhe xhepit qytetarëve. Kur do të arrin qytetarët shqiptar ta ndiejnë në xhepin e tyre përfitimet dhe kostot e integrimit? Kjo është e vërtetë, sepse shpeshherë duket se çështja e integrimit edhe e reformave duket si një çështje e largët, po në fakt ajo nuk vlen vetëm për institucionet shqiptare dhe politikën, po në të njëjtën kohë edhe për qytetarët, se në fjalë të fundit efektet ajo drejt për drejt i jep te qytetarët dhe te bizneset që ju përmendët. Në këtë kuadër unë dua të them që reformat aktualisht mbështeten edhe nga fondet që e Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku deri në 2027 janë gati 922 milion euro, të cilat akordohen pikërisht për të mbështetur sektor strategjik, për të mbështetur projekte në fushën e reformave të rëndësishme kapilare, për të mbështetur sektor të tillë siç është infrastruktura, energjia e gjelbër, digitalizimi, dhe këto janë mundësi të mira që edhe biznesi i vogël dhe i mesëm SME-t të adresojnë ose të rikonceptojnë qasjen e tyre drejt një tregu të konkurrueshëm. Nëse ne do flasim për reforma vetëm në makro, ne do të mbetemi pjesërisht të lidhur me çështjet e integrimit. Në fjalë të fundit, këto fonde që jepen bashkë me infrastrukturën e investimeve për Ballkanin Perëndimor, pra këto janë të dyja që financon BE-ja. Duhet kuptojmë që dhe biznesi, dhe SME-t, dhe qytetarët duhet t'i përshtaten pikërisht kësaj qasje integruese, në kuptimin e asaj që duhet të jenë më përfshirës në tregun europian dhe atë rajonal, dhe në kuadër të lëvizjes shërbimeve, mallrave dhe kapitaleve duhet të jenë më të konkurrueshëm për mallra, shërbime dhe në kuadër të tregut të kapitaleve, në mënyrë që ne të mos mbetemi vetëm një vend që ofrojmë krah pune nesër pas nesër për vendet e tjera të Bashkimit Evropian kur të antarësohemi, po të kemi gjithashtu dhe një ekonomi që është denjësisht e konkurrueshme në tregun evropian. Dhe kjo, përveç aspektit të qeverisë qendrore dhe të institucioneve, kërkon gjithashtu angazhim dhe qasje proaktive edhe nga ana e biznesit, sidomos biznesi SME-t, pra ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Padyshim me mbështetjen e institucioneve dhe facilitimin e tyre, por nga ana tjetër kërkon edhe një kuptim të drejtë të tyre, që nuk mund të mbeten vetëm lokal, por në qoftë se duan të jenë të konkurrueshëm në lidhje dhe të plotësojnë kriteret dhe standardet që kërkon tregu i përbashkët, padyshim edhe ata duhet të përshtaten dhe duhet të dinë të adresojnë sfidat me të cilat përballet integrimi edhe në kuadrin ekonomik dhe atë tregtar. Për shkak të kohës televizive, natyrisht jemi në drejt fundit të emisionit, një pyetje në lidhje dhe me atë që specifika kryesore fushës studimeve tuaja dhe ekspertizës në lidhje me klastrin e fundamentaleve. Nëse do ishte një kusht i vetëm që Shqipëria duhet të plotësonte, se ka plotësuar ende, cili do ishte ai dhe si mund të plotësojë? Sigurisht që grup kapitulli i themeloreve është fundamental jo vetëm në hapje të procesit negociatave, po dhe në mbyllje. Dhe duke pasur parasysh dhe unë dua të ndalem, aty janë disa, për shembull përmend dhe prokurimet publike, edhe çështje tjera. Kapitulli 5. Kapitulli përkatës, po. Por unë doja të ndalesha te pjesa e gjyqësorit dhe reformës në drejtësi, që unë e shikoj si një gur themeli në çështje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë. Sukses për ju?